Plak, mos ju një pikuj. Kur vërosh kambën plak, sa po e mbusha. Po, ku e mbusha moj plak? Qenë ka uiste? Te kroni o plak, e di që ajo të pëlqen. Po, plak, mua pëlqen u i kroj, e ty bisedat me gratë. Edhe ti more plak. Po pse moj, a se takove aty havën, zymylen? Vërtet i takova, por ama ato gjithë një thonë të vërtet. Si janë si gratë e tjera. Dhe si thonë, ku ka tymë s'është pas zjarë. Hajde me në shuri, hajde, na morri lumi. Kur u bë, që edhe plakat të merren me politikë, bota le të përmbyset, senati Amerikan le të jap dorëheqje, ose do të kthehet baba Dovleti. Tallu plak ti tallu, për thonë të re të rënda e të zeza po vinë nga veriu. Bluaj plak, bluaj. Vërtet o plak, qëto të jenë këto re në pikë të verës? Fort më djetë një nishan në krahun e maj. Por e uma, që dy asë më nga lëndësmar farë. Janë re të tjera moj e uruar, që si kupton ti dot. Vetëm për hajle të je. Hajri madhë se jo shaka. Këto re moj plak mi shtuan rrudhat, që sa vjetë që pin uj nga lugina tona, thithin lagështin e arave gjersëson. Gjithë një rritëm si rriqna, që s'del jashdot. Qyqan, qështë kjo e zes? Këto rriqna moj plak, inshallah do të fryen aqë shumë, sa që do të shpërthej në majat e shpateve tona. Plak, që janë këto fjalë? Kjo rriqnë e zes në ashtje për keq. Pi i gjakun ton dhe trashu e trashu. As ti s'po të marrë vesh të plak? Mor ti vesh që të shke me të. Pa më thuaj moj plak, sa net ke bërë të qeta që kur shkoj djali në gurbet? As një, po... E pas mbarimit të shkollës? Ti e di se sa kemi vuajtur. Djalin e burgosën, pas të e thanë, s'ka pun për të diferencuar politikë. Shkëlqyeshëm gjysh. E të pas të gjyshi o sokol, kjo është të pi vetëm për fitore di, gjyshes tër gjyshi ke pasur me nishan. E mos flasim për babajn tën të Arbenin. Ylli gjyshes, tamam si ja. Kur kthej nga shkolla vetëm 5 shesilte dhe thoshte. Në, mësuesi na tha se këtë vjetë shkollomi prodhua. 5 topa, 12 push, 10 revole. Shkohi ishte ajo. Për që push, fleto gjysh? Po, sokoli i gjyshit, ky vend gjithë një ka pasu nevoj për to. Shkolla onit, është arma më e fort. Jehone a shëtimës së saj shkon deri në Stamboll e në Londër. Vjen e Paris. Më kujton kris ma të revole sa vnjut në Paris o gjysh. Ashtu të lumë goja, avniu o sokollu armatos me diturin e librit. A i mësoj gjuhën dhe ëndrën e popullit. Qartësoj të bardhën nga e zeza, rriti dashurin për popullin dhe urrejtjen për atë që shet popullin. Ajo që ndodhi në Paris për avniun, që e vetëm një përfundim i drejt, i asaj që duhet të ndodhte. Gjysh, të fletaq bukur, nga e diti të gjithë këto, ku i ke lexuar? Jeta, bir, jeta, ajo ka librin e saj, vetëm duhet të dish ta lexosh. E ti, ku mësove ato gjysh? Ku mësove të lexosh jetën? Për këtë do të flasim më vonë. Të themi pas disa vitesh. Edhe ti plak, pse e los djalin? Jo, gjyshe, unë dua të di. Gjyshi her flet si mësuesi letërsis. Arbeni o sokol, baba yt, s'më vjen fare turp të pranoj se prej ti mësova shumë çka. I lumi ti që ke një baba si aj.
Sa gjëra të bukura du të mësosh për ti. Sa më ka marrë, ma. Do të mësoj shumë atë shka, por ju edhe të vajtoj. A ju bëj që ndrueshëm si bjeshkët tona. Vazhdo, të lutem gjysh. E shikon atë vitrin librash? Aty a i mblodhi mençurinë e dietarëve të popullit dhe të botës. Thithë me atë zell mençurinë nga ato libra, por si bleta, nektarin e luleve. Na falë, më bi, por ne ishim zhytur në biset dhe së vretëm të. Na dodi mali për djalin dhe fëmijët. Edhe fytyrën ma kam harruar. Ska gjë gjyshe, unë ashtu kalova këndej, su fola se s'desha që të ndërpres. Mirë se erdhe, moj bi, si ke në shtëpi? Ju faleminderit shumë, të gjithë i kemi mirë. Unë u tregova se do të vija këtu, desha të di si e kaloj Sokoli klasën. Me 5 lule, po ti? Edhe unë ashtu, me 5. Të lumt lule, ky vend është jetshëm për njerëz me shkollë, si toka në vapën e verës për pikën e shiut. Plak, plak, na bëre kokën valë, nise sos, buke kos. Pa leni fëmijët rahat, le të rritën pa brenga. Po, moj plak, po, për gjua shkon, aty ku dhem dhëmballa, dërsa shelgu lakohet, derisa është i njomët. I lumi ti o Sokol, që ke një gjysh që flet kaq bukur, por më fal një gjysh që ndërpreva. Aq bukur flitit, sa që s'desha që të ndërpres. Madje, as nuk u përshëndeta kur hyra. Je falur, moj bi, ja qere, por fjalët i ke xhevaj sikur. Shiko plak, mos bluaj krunde. Jo, plak, jo, në numër i ka mund të gjitha, por sa do dëshiroja që Luiza të jetë si gjysma e lules. Tu. Plak, merë fjallën prap, Luizën e kemi shpirt. U bën 3 vjet që se kam parë, sa më ka marrë ma. Ku ta di se sa është rritur thëllënza e gjyshës. Vërtet na ka marrë malli, por Ja ka gjetur gjysha një bandil të qkemi. As është e bukur si telli, as i ka 3.000 franga në muaj, as i ka letrat B, C, as ju thoshin atë? e moj plak, unë flas për gomarin, e ti për samarin. Po që kujton moj ti, se s'më ka marrë malli mua për Luizën, për kur dëgjoj fjalët e lules, po ta them me gjithë zemër, se Luiza jonë s'dua që të jetë hiq më tepër se gjysma lule. Lulja është vërtet, lule e vërtet, por ama... Po as të kujtohet se sa kam qarë, moj e uruar. Më vjen që të qaj edhe tash, kur më kujtohen fjalët e saj në telefon, që ma bëri para 7 muajsh. Më shumë fliste gjermanisht, e i tha 2-3 fjalë shtit. Edhe atë, si kur fliste ajo ma gjupja qashis, e jo në besa jo. Mos thuaj është o plak, Luizën e kemi si ari, as i ka letra. Ato tash e në moto i uruar. Më dhem shpirti moj plak, për djalin dhe fëmijët. Sa vuajti derisa e bëri shkollën, grënë e pan grënë e merë të gjumi në mbrëmje. Por ama, aj si burrat i doli në krye. Ti e di mirë, se diku i gjithë kohër, i kje therë në sy. Ajo vërtet s'harrohet, por e shkuar e harruar. U i flen moj plak, por hasmi s'flen. Aj gjithmon ta gërmon tokën në këmbë. Aj gjithë një ka dashu që të na shikoj me shkop bariu në dorë. Ju qepën si hi e zes dhe një losën si i papërshtatshëm moralo-politikisht për popullin dhe i rrezikshëm për shtetin. Edhe atëherë ishte kështu o gjysh? Po një pi gjyshit, por djeli nuk zihet me shosh. Arbeni baba yt, ta shbreth metropoleve të Evropës për kafshatën e gojës. Por ama, aj kur s'ndeti duar kryq. Mjaf më me këto biseda më plak, se më përvloj shpirti për djalin dhe fëmijët. Deri tash e patëm Sokolin këtu, por si do t'ja bëjmë tash e të tjese. Mos u mërzit një gjyshe,
Unë do t'ju vizitoj shpesh. Të paqim shëndosh, o Sokol. Visari në harroj fare, por Sokoli duket nuk në harron do. Jo, unë kur s'kam për t'u harruar. Qofsh me jetë të gjatë, Sokoli i gjyshi. Atëherë do të shoj se plaku mund dhe të hajë dhe të pi më pak. Por shtëpin do t'a ketë plot, si zgjoj me ble, si qerdhja me cicërrimat e zogjve. Plot do t'a keni o plak, plot. Ja, edhe 2-3 vjetë dhe do t'i zonë nusë Sokoli. Dhe shtëpia do të në mbushet të plot me gëzu. Ashtu qof moj plak, po ne jemi plek, e vitet janë të gjata. Cun klisje ti o plak. Po unë e mjera, u lodha gjithë jetë. Në qofsha unë cun klisi, atëherë ti e gur mulliri, që vetëm krun dhe di të bluash. Pa hajde tu japi mu i viqave se u bëvo. Të shoh se si ke kaluar në shkollë dhe... Po të mos vishe ti, do të visha unë. Vërtet? Po, por ma shumë të tregoj, se pas 2 ditësh nisëm për në Zvicër, për te babaj. Lumë ti që ke baba, sa do të gëzojmë kur do të shohim? Edhe unë me zi pres që ti shoh, por... Shka për? Zdi si do t'i loj vetëm, gjyshin dhe... Sokol, kjo është dhurata që mora për sukses dhe sjellje shembullore. Ta solla që ta lezosh kur të jesh atje larg në Zvicrën e ftohtë dhe... Të faleminderit Lule, por unë... S'ka gjë Sokol, miru pafshim, lezo librin, miru pafshim. Lulja e kujtimit, Focion Postoli. Ashtu të pas të gjyshi, u bën të fala, të gjithë dhe me rend, i thuaj babajt, ti vërgishtin kokës, se diq më duket e ka robëruar ajo e shkreta para, e të besoj që s'do të harrosh gjyshin tënë. Jo, gjysh, s'do të harroj kur, dhe të fala do të aqoj. Ashtu të pas të gjyshi. Mos harro gjyshen Sokol, dhe i thuaj nënës, që veri ka preshin Luizës, të mos na dele brez rrugëve të botës, E i dalin me të mbishta. Po, gjyshe, do t'i them. Djali halës, ashtu si të tregova, i thuaj babajt që vetëm një sezon punë ta marri limin tim atje dhe t'i gjej punë. Se pastaj do të kujdeset vetë, të pastalla, ti e dinimi se sa i zgjuar është, po ja që këtu u byllën të gjithë dyert për të. Po, hal, po, do t'ja them të gjitha, një për një. Si, do t'i thuash edhe për atë ka preshin që të tha gjyshja? Po, edhe për ka preshin do t'i them. Qeshni ju qeshni, por unë vetëm ashtu ti të flas. Sokol, po me Lule nuk përshëndetet? Nisë Sokoli halës dhe shtëmbën me ujë, rokullise me grytë për pjetë, të të eci shëndeti dhe gurbeti. Ulaba. Do të gëzojmë diçka. Ajtë për hajrë të jetë. Kush do të jetë dha? Të jetë Arbeni? është herë të them nga puna. Luiza, visari të jetë, ose policia. Nan! Sokol?
Sokoli nënës. Nëna ime, Djali nënës. Më thua që s'jam në ndër? si e në ndërnën, jam unë, Sokoli. Po, Sokoli e. Biri nënës. Kaluan aq vite të gjata dhe na përvëlloi malli. Po nën, thonë se mali shemale, e jo më njëru. Biri nënës. Jo vetëm që je zgjatur, por je bërë tamam burr. Flet si gjyshi yt. Eja u lubir, se na klasi shpirti. Si e le gjyshin dhe gjyshen? A mbahen ende? I lashëm do mirë dhe u bojnë të fala shumë e shumë. Po nën, ku është babaj, Luiza, Visari? Babai është në punë, po prit një herë. Pse ti nuk lajmërove se të vish e ne të dilnim para në stacion të pritnim? Po ke ardhur fiu e vetëm deri këtu? A të lodhi rruga o birë? Po unë ju lajmërova moj nën dhe i tregova Visarit që do të vite sot. S'dea më mori vesht, por ai më tha se do të më prit një stacion. Ah, Visari, do të ketë qenë pardje. Ne ishim në treg e mbeti vetëm në shtëpi. Aha. S'ka gjë nën, me siguri ka arruar të tregoj. Unë u gjenda shumë mirë, më shërben ata 2-3 fjalë që i di në gjuhën frenge. Po shqyr që na erdhe shëndoshe mirë o Sokol. Mysh dhe Arben, erdhi Sokoli. Sokoli? Sokoli i babës, sa më ka marrë mali. Edhe mua më do gjimali babë. Sa vjetë që s'jemi parë? Po ti qenë ke bërë burë, more Sokol, të kam lënë të vogël, e ti më erdhe burë. Po ti mëj, Luiza do t'jesh? Sa qenë ke rritë motër, jam unë, Sokoli. Ku ka ruar Luiza? Pak më kujtohesh si figurë, por, si i thonë, ishe më ndryshe. E mamaja, unë, babaj, shpesh të flasin për ty. Au lodhe rruga së Sokol, si le gjyshin dhe gjyshin në shtëpi. Po halën, miqë të, qintë, si le. I lashën do shë mirë, dhe u bojnë të fala shumë e shumë. Birë, kush e di sa të ka lodhur rruga? Grua, na sill diçka të ham, Sokoli do t'jetë lodhur shumë. Jo, babë. Sot më, s'do të lodhi më tepër. Kur të pushosh, do të na tregosh për të gjithë. A servi më i Visari? Jo, serviente. Ti e din ato. Ma hëngri shpirtin kytja. Tu rrit gjallë, Arben, duhet t'i gjem një nuse. Sokolin e kemi të ri, po hajde për hajde të jetë. Mos dini do një vajzë të mirë, si për Sokolin, se djalin e kemi si Arin. Vajza, sa të duash, ti vetëm hape gojë, as është gjali me shkollë, punëtor, me letra e i bukur që ta pish në kur. Jo, Sahi, jo, ka ende kohë. Si ave më barën gjallit ka qërët. Ka kohë, ende. Po si, ka kohë, thua? Mos do në ta martosh kur të bëhet kak me mjekër. Sokolin do ta martojmë këtu, kur të bëhet 30 vjetë. Si i thoshin, mot. Po për kemuj, aty nuk të ke kohë deri atë herë. Edhe ti, Visar, ti si shpesh i prune ato shokët të tu. Mos don të flasish për ata amorin tënë? Ja, që lutem, e di që keni shaka, por gjyshi do të thoshte shaka pa krip. Edhe ti me a gjyshin ton, sikur me është në një Michael Jackson. Ai është baba i, gjyshi i Sokolit, i Visarit dhe i Yti. Dola në dhomën tjetër. Është e re, Arben, mos u trazo shumë, fëmijët e sotshëm. Vete ka fajnë, që i mora këtu qysh të vegjën. U rritën këtu, u shkolluan këtu, dhe ja tash. Të vijë keq ti dëgjosh duke folur. Për vendlindjen, s'dëshirojnë të dëgjojnë. Më dhem shpirti, moj Gjevaire. Kur jam vetëm në shtëpi, flasim vetëm këtë gjermanishte të shkret.
Madje tallen me ne kur dëgjojnë se flasim shqip. Mos u mërzitni nën, janë ende të rinj. I ri edhe t'jo Sokol, për flet me gjuhën e një flaku. Flet me gjuhën e gjyshit. Sa më ka marrë malli për gjyshin dhe gjyshen. Sa kam nevojë për fjalët e gjyshit. Ajo është një thesar i vërtet. Për tesare margaritar kemi Arbenin, por lodhet fort në punë dhe s'ka kohë të merret me zanatin e tij. Ku vendi si vendi saj. Këtu zhveshëm nga të gjitha ato që kishin si njerëz e si arsimtar. Na hëngi zhurma e qytetit, puna, asfalti, dhe ne jemi më ato që ishin. Ashtu është Arben. Ja ta zëm Sokoli ndryshon krejt nga fëmijët tjerë. Këtu edhe neve na solli freski. Më duket se gjetëm diçka që kemi humbur që moti. Nuk e di ende është eksakt, por ka zëm veshin një faramnostie. Stesha të themende, se s'jam i sigur. Ashtu është Sokol. Edhe unë diçka kam dëgjuar, por ende s'jam i sigurt. Inshallah edhe ne së shpejti do të kthehemi në shtëpitë tona. Ky lajm duhet festuar, janë larg festat nga ne moj motër. Mos keni ndonjë lajm nga shtëpia, se ne s'kemi gjë që moti. Dje, morëm një letër prej Besimit. Thonë se babai është mirë, e për nëna thonë se ka qenë pagës si pa qef. Por mua se që mundojnë sa ëndrat e liga. Si, edhe t'ju beson ëndrave? Ti më din se sa u besoj ore saj, por gjithashtu e din se ne me ëndra jetojnë. Dëronje te më një lutem, gjithë një sillemi si flutura rreth Kiririt. Më kujton fjalët të Naimit të madh. Kiriri bën drit kur është errët, por edhe të djeg po t'i afrohesh shumë afër. Poj, edhe digjet edhe shkrijet, që të qerët të shojnë më mirë, ma ndjek edhe në mes të territ. Ashtu është Sokol, në terr të shohin veten dhe të tjerët, si dhe të gjejmë rrugën e vërtet nga të ecim. Si shumë po zgjat ky terri ndër ne. Dhe ja, ju gjetët rrugën e vërtet të kurbetit, fort mirë besa. Këtë na imponuan të tjerët, atëherë kur ne gjetëm rrugën e vërtet. Po që i morën fëmijët këtu, asnjë s'na detyroi. Atë kemi nga koka jonë, dhe ja tash. Hajtë të shkojmë, sajtë se na u vë. Rini moj Gjevahire, është hende herët, dhe nesë nuk punojtë, se është e djerë. Urdhëroni edhe ju të ne, mirëmbëçi. Miru pafshim. Miru pafshim, dhe mos na harroni. Sot më dukesh më mirë, moj plak. Më duket se ke fjetur diçka më rahat. Jam pak më mirë, por kështu mos qofsha fare. Mos thuaj ashtu, moj plak, se shpirtis është me ka qëraj. Ai fët dem dhe s'kthehet më. Le të dalin e herë, se as kështu si tohet më. Po ku do të më lejsh mua, moj e uruar? Hita daj, dhe mos në vizë, lutem. Mirë se na vjen o agron, të lutem, mos në e ze për të madhe se jemi pak si pa qef. Më palo një pjesë mund të qohen, por me janë këputur këndët. Ska gjë da jesh, dhe ju lutem, mos u trazoni fare. Të gjova se ke qenë në spital, thash të vit e që shohë, si jeni tash? Të faleminderit agro, jam pak më mirë, ti gjithë një na kujton. I hodhi që finat edhe kësaj radhe unit, tani ma la radhen mua. Zbtes të të pare dhe një herë Sokol. Sokoli gjysh. Do t'i shihni gjyshe, do t'i shihni. Po, mos keni ndonjë lajm për atyre të gurbetit? Na shkruen shpesh Sokoli dhe shqyqyr zotit, thonë se janë mirë, por kur si kemi këtu e t'i shohim. Shqyqyr zotit janë mirë, por ne kemi mbetur si dy kërcu. I them plakës, mos vdis moj plak, se do të më lejsh vetëm. E ajo thot, do të vdes o plak, sa të shohësh, se sa ke qeshtë pa mua. E pastaj, përsëri do të gjallem. Ka frikë se të gjendë një plak më të re, prandaj s'des ke para meje.
Tu shkurtov të plak, si nuk I len këtë të shkreta. Më vjetë shpesh të lutaj, se fort u qmoj dhe u atua pisedet, por kjo mundësia jonë shkurt e më shkurt. Ja, the më daj, qfat kemi pasur. Me Arbenin mësuam bashk, e tash aju detyrua të marrë azil, në beta këtu, por pa punë. Po, aq vjetë mund u shkoj kot, por tash thonë se Arbeni jeton mirë. E mira e dreqit, me 2 fëmijë që farës duan të dëgjojnë për këndej, edhe me 2 pleq të mbetur në shtëpi, që se I zë nata, s'djeta I vzbardh dita. As këtu s'është për mashallah. Jeme gjithë njerëzit pranë, ma djeke edhe në nëmplak dhe I gjende shafër për çdo nevoj. Ishe pran babait kur dha shtëpi. Dhe e përcolla ashtu, si që pati, akti dhe tyos. Ashtu është, fjallën e keni në vend, por desha të them që këtë që keni mbi kokë, si tepër po e zën dielli, dhe na helmon jetën. Po, por di se një pjesë të fajt e kemi edhe ne vetë. E sa për diell e qiell, ato nuk zehen me shosh. Faj është që ti më daj, prandaj duhet të pranojmë se një pjesë e madhe ti na përket edhe neve. Më fal agron që të mundoj, por më sill një gotuj se s'më ndëgjojnë këmbët. E një herë daj. Të kam si Arbeni në agron, por më beso, se sa herë që jemi të 2 pataka dhe s'kemi as njëri të urdhërojmë as për një gotë ujë. Do të vdesim, e s'ka kushtë na japi as një gotë ujë që të na dalin shtëpi. Jo, mos mendoni në më të keqen. Shqyqy që je ende I ri dhe I shëndosh dhe I ke njerëzit afër, për të thot daja një fshetësin të ononit, se helbete njerës jemi dhe shpirt bajmë. Urdhëro daj, por mos pa plas zemrën, ama. Derën e hymbjes nuk e mbyllim me qelës, që të na gjenë më lehtë, po të vdesim këtu pa njeri. Mos thua ashtu daj, ti ke mjaft njerëz. Herë, them që atyre të gurbetit, mos u tregoni fare për vdekjen tonë, le të marrim vesh pas varrimit tonë. Ne tash kemi nevoj për njerëz. Se kur të vdesim, do e mos do na bëjnë një gro, se do t'jelbim dynjan dhe s'na durojnë do. Koleg, a mundem të ulem? Ulu, Unë, herifin? Pardon, më falë. Kur Zoti gjuajti njeriu pa shpinës së tij, atëherë bekoi këtë ujë, që t'u vinë ndihmë këtyre të falimentuarve. Po pse more, a budallaja mund dhe të pi nga ky ujë bekuar? Shme duhet langu I turshis? Jo, unë s'jam I falimentuar. Unë jam inxhinier I ndërtimtarisë. Inxhinier? Mi, I gjerizeve, I kanaleve. Po, I kanaleve. Inxhinier I kanaleve. Po, I kanaleve. Inxhinier. I kanaleve, unë kam baba, nëna kam. Baba ime me nënën? Nëna ime e smurë, nëna. Nëna vdiq, po, vdiq, vetëm pa njeri. Jo, ajo është e smurë, letër agroni e smurë. Nëna e vdekur në shtëpi me bazen vetëm.
shtëpi bosh. Mi të bëjnë dërsëm, mi zacit. Kamarier, një shishe viski. Pi, koleg, pi. Vajnë e kam unë, e jo ajo, e din, e detyrova të prishim kurorën. Ja, do të martohen, deri sa t'i bëj letrat. 10 vjet, koleg, fëmi këtu, fëmi atje. O, Zot, e pse s'më pyet çka pastaj? Gruaja u martua, i mori fëmijët. Ju zate babaj, sa do t'i jeni rritur. Jo, asaj si duhet, as babaj e as nëna. I duhet aj zezaku, që më solli në shtëpi. As syt mos ja pafsha. Ah, Luis, shmë bëre. Lucia, koleg, Lucia, ma mori djalin dhe gjithë çpata kursyer, më nxori në rrugë. Pi, koleg, pi, djalin ma mori Lucia. Djalin e mori policia, në mesnatë, kontraband me drogë, visari me drogë. Dalu, mos jeshti Arbeni? Arden Shpati? Po, Arbeni jam. E ke harruar Herif Gojbeshin? Ishim në një bank në klasën e parë. A ti e more Herif? Herif Ziu? Aj që kur s'mori 3 në shkollë? Pas ti kur s'more 4 dhe ja përsëri pim së bashku. Pi, oj dashur, pi. Pi, o Herif Ziu, pi. Mos u mërzit, moj bi, edhe këtë ta kalojmë. S'është herë e parë që të kemi rënë ngusht. A pak ishin ato që vojtëm, kjo s'është e drejtë më nën. Po si ndodhi kjo punë, moj bi? Kjo gjë pritet të ndodhte që më parë, që kur shkollat tona filluan të boshatisen. Na shkuan fëmijët në gurbet si zogjet pas prindërve të tyre. Edhe rrugët e mhallës betën pa fëmijë e jo më shkollat. Mullisi s'ka si bluan po s'pati ujë më nën. Ja hollëm edhe kësaj radhe. Për hajë qoftë, që është kjo punë? Sillni gotat, sillni edhe raki, se kjo punë, kështu e ka. Qra ki, baba? Mua më larguan nga puna, e ti gëzon e bën qef me raki. A jeti pula ime me bestarta? E zeza unë. Qëtë mi nasole këtë ratë? Nën, baba i sa herë që është sjellur kështu, e zeza ka rënë mbi kokat tona. E mjera unë. Të mirat ju për kokën që keni. Ju mbajta si veshka në djam, e ju përsëris ma dini dot. Këtë rast mori fund, lulen e fejova me djalin e Shabanit. Atë Amerikani. Baba, të nderoj e respektoj, por unë këtë vejes nuk e pranoj. Qyqja unë e zeza. Po të nëzora më ty nga puna? Më larguan, por ç'lidhje ka kjo me... Shikon, 1 dhe 2 punë, me ndonë babaj për ty. Djali është si ari, mandej pasuri sa të duash, për ty dhe për ne. Kjo s'do të bëhet kurrën e kurrës. Ajo punë ka marrë fund. Po nga dalë një herë. Si e quan djalin? Ndosë që ta di e... Paj, ku ta di unë? Unë do t'i them $100. Nën, më farë se kjo që vetëm një ndër e keqe, se kjo s'është e vërtet. Nëna ju t'i ka vojtu shumë, moj bi. Si të them, ky s'është... Mos fol më tutje, nën. E di, shpesh e shoh edhe në ndër. A ju vdiq? Ti qanje për pazë. Ky, aj,
I mbështolli në një petkë dhe doli jashtë. Ishte errët. Nga gjënimeve të tima mua s'më mori gjumi gjatë kohë. Unë bësha si kur flinja, ti qanje. A ju lërinte, jashta binte shi, gjemonte dhe vetëtonte. E uzate mia. Më falë nënë që ti përkujtova të gjithë këto. Aq vite I kam bajtur në shpirt si një ëndër e keqe që s'duhet treguar, por ja sot. Vjeza ime. Aq kohë e ke ruajtur në shpirt gjitha të tmerr. Pas ke qenë vërtet një sokolesh. Tash e shoh se ti mund të bafaqohesh me të vërtetën tonë të hidhur. Babai të vi Së shkyqëm, prishi kurorën me mua që I di nën, I di të gjithë. po për këtë a din, është dokumenti që vërteton vdekjen e babait tënd. Jas dhe firma poshtë Lucia Gujani. Dhe unë, s'pata tjetër post të bëjet me këtë, babain tënd. Turis juve, ora, hyuza, më vdiq për një kontrol mjeku, Motra ime e vogël, gujezat e mia. Mirë që i za shputoj, por ne, ku ta di dhe sa kemi për të hequr? Jo nën, kjo ëndër mori fund. Unë që tash do të largojmë nga kjo shtëpi, por ti mos u shqetëso, se unë së shpejti do të lajmërohem. Si? Ku do të shkosh? Mos u mërzit për mua nën, unë s'të lej ke qas ty, por më kupto, se tash s'mundem të tregoj se ku do të shkoj. Mos u mërzit për mua nën. Ruaju bi të pastë, nëna. Ku për mua? A është vendi I lirë? Po, I lirë është. Zotria juaj pi një konjak Skënderbe. Po, Pas keni shije për pije, e unë e nuk has mirë. Deri tani, s'më ka qëlluar që të mos e qëlloj se ç'pi është. more zotëri, po ti qenë ke herif goj? Herif Gojani, zotri, e jo goj veshi. Si më ke qashtur deri tani? Qesa kohë që s'të kam parë herif. Na sill një shishe Skënderbe, të ta shohësh tashe tu tjeti herifi. Vetëm se duhet të më thuash zotri herif. Pas ka ecur gali o herif. Ka ecur edhe atë, Ravan. Po si që e puna? Shkova një ditë në komunë që të vërtetoj dhe të vazhdoj pasaportin së cilit I kish kaluar afati qësa kohë. Dhe e di ç'më ndodhi atje? Ha, thirrën polici. Hode, ki e vdekur më thanë. Unë vërtet isha bërë pjaneci më I njohur I rrethit, por I vdekur s'isha, ama dhe u thash. Po mirë dhe atëherë tregom një kush jam unë. Pastaj? Pastaj më nxori përpara hundës një letër dhe më tha: "Ja, në shkrimi I shoqes të ndjerit, Lucia Gojani, për dëshmimi I vdekjes së personit Herif Gojanit." E ti? Fillova të bërtas dhe s'di gjë, u gjinda në Birruz. Pas ke vuajtur shumë? Shqyr zotit që hyra aty. E pastaj? Më nda një avokat dhe e di ç'më ndodhi pastaj? Fal herif, se am bëri tëri veshë e sy. Avokati u lumtoi e zbuloi të gjitha dredhit që kish bërë Lucia me qëllim që të pasurohet në llogaritë time. Po pse të shpalli të vdekur se? Unë për të I vdekur isha që në fillim, por më pa shfrytëzoj për qëllime të veta, që pastaj gjithë pasuria dhe përfitimi t'i mbreten asaj. Pas ka zënë sherri I gruas. Po, edhe atë e zuri sherri I herifit. Në gjyq avokati janë zori të gjitha bishtat dhe dredhit. E qa pas ka punuar? Gjyqi, gjithë pasurit dhe përfitimin ma ndau mua. Sigurisht, dhe e mori pjesën e vetë. Po, ajo zuri vendin tim në Birruz. Fort mirë besa, të lumë. Do të kthehem në vend lindjarve. Ky është gëzimi dyfisht herif. Duhet festuar. 17 vjetar ben, 17. Të shoh se çka kam vetur nga ajo që pata diku.
E di që I kam humbur të gjitha, por dua të vdes atje. Mos thuaj ashtu herif, jende aq I ri. Ky vend na e piu gjakun, na e mori mendjen. Po herif, prej nesh shëndroj mumje të gjalla, po kur këthesh në shtëpi, se dhe unë këthehem. Sa më vjen mirë, edhe unë kam dëgjuar për amnestin. Në daq, nisemi bashkë dhe shkojmë të premten që vjen. Ashtu qoftë, me zipres të kthehem, po... Mendo vetëm në gjëra të bukura, dhe gëzoju shkuarjes në shtëpi. I gëzuar dhe I përvëluar Arben, por kush më pret mua atje? Të pret një jetë të tërë, herif, e ëmbël dhe e qetë. Dhe pas një të afër. Shihemi të premten, herif, dhe mendo vetëm në gjëra të bukura. Zëroni, zotrin. Zonjës, mos jemi gabim, por a është kjo shtëpia e Bars Shpatit? Po, zotrin, kjo është. Urdhëroni e hyni brenda. Gjyshi dhe gjyshja sa s'kan ardhur nga një afër. Më falni për një moment, se më duket se dikush erdhi jashtë. Sa vjetë kaluan më I grua, dhe këtu s'ka ndëruar kur gjë. Po, Arben, edhe mua më duket si kur gjemi larguar nga kjo shtëpi. Dhe gjithë të vitet të kaluara, duken vetëm si një ëndër e keqe. E keqe që të shke me të, na mbetën fëmijët rrugëve të botës. Njaf grua, mos ma flas zemrën. Ma thot zemra se çdo gjë do të mbaroj si duhet. Ashtu, të dua më grua. Shikon Arben, mua më duket se këtu ka dorë gruaje. Edhe atë e ndonjë fisnikje. Ja, çdo gjë është në vendin e vet. Shkëlqen nga pastërtia. Heu, bre! Lexoje Arben! Më bëjë syt apo janë në ëndër? Lexo me zë, këtu në fund. Dhe pasa që vitesh dhe hulumtimesh, mësova që unë jam Lulja, e bia e Herif Gojanit. Ba, kjo është një shoqe e dikush me klase. Është Lulja. Lule, ta dy janë prindrit e mi. Ky është një mikyni, Herif Gojani. Ba? Bia e babait. O, shqyqyrë zotit, qenë kam bushu shtëpia. Pandaleni bre, zhbët këtu, që gjeti lulen? Nusja e në. Ç'ndodhi? Babai, Sokoli, gjyshi, gjyshja. Si u morën vesh, nuk e shtyr as një ditë më bë si këto të ri. Të lumë goja ti, ashtu gjë, të pas kemi mikë për shpi. Edhe tje pas ke gojen me lem mëjnën. Lule dhe kemi si lule kosht. E dyshe, ja karojtur si mollë na. Se e ke ruajtur ti, moj plak. Ajo është lule vetë, me lule I thonë. Edhe trëndafili është I bukur, por ka gjemba, ama. Uleni. U lumshin këmbët më I bi, ne mbushët shtëpin me gëzim. Gëzimi është të djashëm,
Dhe shqyqër zotit që kjo punë baju kaq mire mbarë. Të lumë goja mi kesh, lumë herifi me ty. Vuajqit, jo vetëm që së të kam thyrë, por edhe të kam primëruar edhe më tepër. Dhe pas gjithë kësaj që hoqëm, s'më shkon të fare ndërmen se unë plaka, edhe një herë do të përjetoj në gëzim kaq të madh. Por, sikur të kishim edhe Luizën dhe Visar. Fortuna, fëmijët e mi, është e rreth dhe her dredharake. Në këtë apo atë mënyrë, ajo i merë viktimat e vetë. Por, sa do e rreth që të jetë fortuna, ajo ashtu si ka fillimin, ka mbarimin e saj. Dhe dielli përsëri do të rilindi. Sokol, gjysh të mirë që kemi. Po lule, por gjyshja ty të ruajti, si mollënar. Rolet i interpretuan Gjyshi, Rezar Dalipi, Gjyshja, Besa Imeri, Arbeni, Arben Balazhi, Zoja, Arlinda Dalipi, Luiza, Arjeta Selimi, Visari, Jeton Sejdini, Lulja, Hajrie Elezi, Herifi, Bashkim Rasimi, Manushatja, Shqipe Mehmedi, Sadeti, Ismail Rahmani, Agroni, Arlin Sejdini, Hanifja, Farje Limani, Kamarjeria, Josa Limani, Sahifi, Rahim Rasimi, Sokoli, Nevzat Jonuzi dhe Gjevairia, Merita Selimi. Prindër të nderuar, motra dhe vëllezër kërçovar, programi ynë me kaq mbaroi. Ju faleminderit për kujdesin dhe vëmendjen që patët. Gjithmonë me ju dhe për ju, fëmijët tuaj. Skenarin programor e përgatiti profesor Nejat Mehmedi, kurse realizuan Arlinda Dalipi dhe Eriona Ahmedi. Mirupafshim.